Thash e themet në punë, si cia doj, krejt punë t'i di. Ele, apo vjen na dy ata hetojmë rastin në veshgime se ti e si cia. Cia për bosh, unë jam ma shumë se cia. Krejt e njohim një tip si që kë, sidomos në vendet ku punojmë. Fjallët, apo thash e themet, janë bo si lajmet flash. Jepen qaq me vroll, sa që thu, hej, qka të ndodh, po me një dalim shumë të vogël, se në këtë rast nuk kena burime, ose në gjuhën e gazetaris, informatat pa konfirmume. Krejt kena punu me një qësi venit punës, ku gjatë gjithë kohës, krejt kanë folë për njani tjetrin, ky bani kështu e ky bani ashtu. Krejt në për ambientet punës, kena taku ata personat që bajnë qka ko me t'kallëzu, për filan fistekon, e qaj filan fisteke është veç një dy hapa ma largë zyres tane. Qito fjallë, se thash e themet, mundën mos me marë seriozisht, po për hapen qaq shpejt, atë shpejt sa që mundën me bo edhe dëm. Mundën me i krahasu shlirë me naj virus të ndryshëm, qaq shpejt për hapën fjallë sa që nuk ta mermenja. Njerë që kanë ko me humb, ose s'ju rrihet në vendet punës, në kohë caktume, ose dojnë me i prish punë dikujt, recepti i krejt kësaj janë thash e themet. Fjallë mas fjallë e mvesh shefit. Na mundëm mos mi marë seriozisht. Një fjallë kur na thuhet mas shpine, po në realitet bën shumë dëm. Prej një fjallë vetme të pavërtet, mundën mu kriju keq kuptime, prishet imazhit, personit fjallë edhe besat kompanisë. Formula e krejt kësaj mundet me kon veç injërimi, ose ma sakt me i gra punës e mos mu mirë me thash e theme. Kështu që e mira e krejt kësaj para se me fol me t'nime, ktheju punës e krye që atë kam bet pa kry. Kjo i bjen, ma shumë punë e ma pak fjallë.